Hy burrave në mes edhe me undo. Edhe ti personalisht ke thonë që edhe unë i kam hy në mes. Tjetra ke bo deklarat që ke thonë plesht në përshpia, plesht e vjetë në përshpia janë sikur se me qenë një fëmijë me aftësit kufizume. Okej. Qysh? A është emancipim që ke deklarat e jotja? Ajo i bjen që duhet me u largu plesh nga shtëpia. Po dalim të kjo që tjetra ke thonë shumë burra më shkujnë në boksa. Lotëm nxerri para kamera krejt burra që kanë shkujnë. Nxerri, me amën me mbjanë, nxerri krejt burra që kanë shkujnë në boksa. Nxerri, ty tonë kohën bëthire qysh me u tratu, qysh me u divorcu sa më shumë jetë. Vend që me bëthire me ju thonë më familje ma të shnjosha, ban thire për trati për divorce. Veç në zjeri i mbokset që të kanë shtu burrat e martonë. Veç në zjeri para kamera. Veç në zjeri para kamera dhe shumë e thirë. Nëse më lejëm, për deri sa asë njoni për në nesh këto, duke përfshi muaj gjithë më radhe dhe rritën me tekst veçant, nuk përfaqësojmë për gjo, mendimin ndryshë është blerë shtu me shështis. Jo, është përfaqësojmë vetëm bindjen edhe mendimit e veta, duhet mi pranu ose jo shështje se cilit prej nesh. Jo, për deri sa ka optë e përfaqëson emisionin zonë. Në rregull, për deri sa sport i rritën, pastaj emisionin zonë. Është opinionistë e rregull. Dalë më matën në publik, nuk është ndaj deputetit. A nuk e sheti zonat si një realitet, do të thotë prit një moment. Për ty shumë në këtë studio që ka fol, ko marrë komentet e tilla që më pëlqen që shpati i flet gjënat që i flasim ne në për tavolina, por nuk guxojmë në studio televizive. Dhe pikërisht të zonat thuhen edhe këto gjëna, këto që ne i bëjmë debat shumë shpesh në shoqëritë, por nuk i thojmë në studio televizive. Po jo me i cilësu pleq sikur fëmijë me aftësi kufizuar. Si kam cilësu në asnjë moment. Sharoj deklaratat. Kemi kosot dusha. Ta sqaroj se këtu duhet të rri gjithë ditën për të sqaruar këto deklaratat e mia, edhe pse nuk i sqaroj zakonisht. Deklarata shumë rrit atje është pak më e matën se për na nxjerr puna, për shkak se duhet më marr më shumë. I bën pas reagime edhe në rrjetet sociale apo jo për po shpati po nuk fola unë ky s'ka punë, kupton, se veç me mua. Po është e kundërta e kësaj, edhe nëse shpati s'reagon ty të bien në dilë po paritën po. Unë jam shumë se shpati deklaroni binën hije. Unë nuk i bëj gjërat për të marrë vëmendje jashtë. Rita, para se ta sqaroj, le të dëshirojmë mirë çfarë në debat se po na pret edhe zonja Sfemije Bytyçi, avokatën ton edhe mikën të emisionit. Përshëndetje. Sa keq që duhet të fritë paneli kështu. Okej, do ta kemi pas pak. Po. Ndëgjoj, e kam sqaruar në intervistën time të fundit këtë çështjen e të moshuarve. Amir, aq ka dalë jashtë konteksti, nuk e kuptoj, do me thonë unë e kuptoj që njerëzit i perceptojnë deklaratat e mia me njohuritë që i kanë, me atë që i kuptojnë gjërat në përgjithësi dhe sa kanë aftësi ata ti kuptojnë gjërat. Po, që del komplet prej konteksti një deklaratë me një mesazh shumë të thjeshtë, që është e vështirë të kesh. Absolutisht ka dalë nga të gjitha kontekstet. Të kesh të moshuar në shtëpi është vështirë, kërkon 24 orë vëmendje, kërkon dashuri, kërkon përkushtim, kërkon para, kërkon financa. Të gjitha gjëra që kërkon një fëmijë me aftësi të kufizuara. Kjo ka qenë krahasimi. Pse bre, duhesh me kun ka që vrash në deklarata, s'mujtë me gjetë një term tjetër që kish me qenë. Nuk është e vrash. Nuk është e vrash. Ja, Rita, fol qet, ja nuk e di kush. Dhe nga dale. Fakti që bërtet nuk ta forcon argumentin. Nuk bërtas. Por unë po besoj që duhet me qenë pak ma selektiv në përgjedhjen e fjalëve dhe terminologjisë duhen, ndoshta mos me ngacmu në masë opinionin publik. Se deklaratës time nuk është e vërtetë. Prapse prapë zgjedhja jotja, edhe deklaratat që ti thu tjerë ti pranojnë edhe i akceptojnë që ashtu që shi thu ti. Domethënë shpesh nuk mundemi me unë nuk i perceptoj Amir deklaratat e mia si të vrazhda, kupton? Ndoshta shoqëria i percepton si të vrazhda, i percepton si ekstreme, i percepton si tashmë nuk po besoj që jemi shoqëri në tranzicion. Tashmë kemi te kalu këto. Rita tha që s'ki punë paritën. Po pikërisht është mund të li arsyeja pse unë kom marrë sot debat me Ritën është që s'kom pas qefon me orë, po njerëz më kanë lutë që me u përboll me Ritën edhe ju shumë komentues mundësh me i po në postimin tam fundit që kom reaguar Ritës për qëtë komine që ka po, krejt komplet bele ka posë edhe prej atyne që më kanë thonë që
jemi po të shkujnë nga Macedonia, atje rritë nuk e marrin fare seriozisht, as nuk ftohet në për studio televizive, po e ka gjetë vendin marrë në Kosovë, edhe po vjen. E para, e dyta, jo veçerita, po unë debatin, jo veçerita, po në televizion punën, po tjertë nuk ftojnë në për intervista, që të është problemi. Televizion s'kolio që punën, tjertë nuk ftojnë në për intervista, edhe e dyta, jo veçerita, po unë këtë debatin e ju këmë bo thirje, debat hapër këmë bo thirje edhe për zona Avdiun, po ajo po mikë që shtu s'ko thak, e me që kerita këto... Që publikisht je zonë, i debat, pak kërkes për debat nga shpati. Me që kerita këto deshta me autobol, se kësoj gjithë po i dolin deklaratat nga kontekste, a ke po? Me gjithë deklaratat nga dalë për konteksti, Masanina e merë dhe e ndreq deklaratën. Kur deklarata ka tendencë me pasë në gjyre më rozë, dhe me dhona e tani më nuk është deklarat qyshe me ndonë. është deklarat për opinion. Ajo që përdu me tonë, nëse më lejohet, emisionet si Zana dhe emisionet me kësolloj përmbajtje, që tematika që shtjellohen, që shpesher kanë qenë tabu, për mu jenë blerështume në mediat shqiptare. Që unë i vlerësoj vajzat për punën që bëjnë. A mundemi mu pajtu, ose mës mu pajtu, jënë dhe më thonë, kjo është e mira e demokracisë. Dhe më thonë, shpesher bim dakord për mës më ra dakord kur. Pajtohemi për mës më pajtu. Kjo ideja që nuk dalë debat me ato, nuk dalë me to, se mës më dalë, ki mendime të ndryshme. Diversiteti dhe mendimi ndryshme. A është cool sot me jetu vetëm, a është cool sot mës me pas fëmijë, a është cool sot mës me u martu, disa tema që në rrjetet sociale zgjojnë shumë debat. Unë prej natyrës, edhe prej formimit tem, qoftë akademike, qoftë familjar, unë jam shumë konservator. Unë besoj në familje, nuk besoj në kultin e individit, besoj që një njeri duhet me pas gjithmonë më rrit me prind, më rrit më kujdes për familjen, më kujdes për fëmijët, më dhënë jam si natyrje me tillë. Pavarësisht që jem liberal dhe demokrat mendsi, mendoj që secili mundet me jetu ashtu që duhet të ndjehet më së miri, por që në parim konsideroj që investimi më i madh shoqëror dhe shtetëror duhet më bëj pikërisht në familje, në mbështetje të fëmijëve, shkollimin e tyre, në gru, në burr, domethënë në bashkëjetesë edhe në një familje të shnosh. Unë këto janë parimet e mia, kështu jam rritë dhe kështu jam ndërtuar, jetoj me dy prindë të mi, edhe gjëja më e mirë që më ndodha në jetë. Domethënë unë mëngjesin kafën e mëngjesit dhe pimë anën tem çdo ditë, pavarësisht që disa kanë dëshirën edhe mendojnë që është e mirë dhe e drejtë për me jetu vetëm. Unë nuk kem natyrë e tillë, ndoshta është formimi jam, unë tashmë po them nuk jam moshë e re, jam dhe ajo mosha mesatare 30 e ca vite. Kështu që në ç'po kesh amire. Kështu që në këto pikpamje nuk pajton Amerikën. Atë bura ju pëlqen të jetojnë me prindrit ti kenë krejt sendet gati, andaj rini. Jo, pre nuk është edhe kjo ndoshta qyre mirë, edhe kjo po, edhe kjo një plus. Pastaj ne kemi problem martohesh me dikën, s'din gjëra bazike. Po mësohen, jo mësohen, është shumë e mirë dhe kjo është sfiduse. Unë këmë qef mu sfidu një jetë, dhe më martona, më mësu me gatu, se shpesher nana nuk këm lem me gatu, po nuk këm lem pikrish me gatu, po kjo është e bukra, unë jem konservator, por që gjatë rukëtimi jem me personin që këm e pasë në kra, këm e mi hapë disa dritare, rrugës që e ke për të bërë liberal, do me thë. Unë jem liberal. Po nuk mund të jesh edhe konservator edhe liberal. Njeri është liberal mendësi edhe në ato që është për branda. Po nuk mundesh, je në kundërshtim me veten. Pse jem kundërshtim me veten? Të jesh konservator dhe të jesh liberal janë dy qasje të ndryshme, janë dy kahje të kundërta. Hajde më thuj pse. Po sepse bindjet janë të kundërta. Nuk jam bindjet, unë besoj në familje, por jam liberal, mendoj që tjetri ka të drejtën e vetë, me jetu që shajnë djetë më smire.